Këto filmime janë realizuar rreth orës 10 të paraditës së të dielës në ish fushën e aviacionit të Shtojt në drejtim të Parkut të Rinia. Siç dallohet qartë, shtollungat e tymit të zi përhapen gjithandej nga 3 vatra zjarri njëkohësisht pranë njëra tjetrës. Individ të papërgjegjshëm vinë dhe hedhin goma të përdorura në këtë zonë jo më larg se 4 kilometra nga qyteti i Shkodrës dhe individ të tjerë të papërgjegjshëm u vënë zjarrin atyre, duke krijuar situata të tilla ndotjeje të ajrit. Kjo fushë, e cila zyrtarisht është ende në inventar të ushtrisë, shfrytëzohet si për hedhjen e mbeturinave dhe inerteve, ashtu edhe për gomat e përdorura të automjeteve. Kur stoqet e tyre rriten, dalin persona të papërgjegjshëm që zgjedhin rrugën më të shkurtër, duke u vënë zjarrin, siç ka ndodhur në rastin konkret. Për hir të së vërtetës, ky nuk është rasti i parë, pasi ka vite që në këtë zonë përsëriten skena të tilla me djegjen e gomave. Kjo është arsyeja pse kërkohet angazhimi më i madh i mbrojtjes mjedisore për këtë zonë dhe i shërbimeve të policisë, me qëllim që të parandalohen raste të tilla dhe të ndëshkohen ligjërisht ata që hedhin këtu gomat e përdorura deri në krijimin e stoqeve. Faktikisht, zjarfikësit nga Shkodra sapo informuan u nisën për shuarjen e këtij zjarri, por problemi kryesor mbetet parandalimi i rasteve të tilla nga mbrojtja mjedisore dhe inspektoriatet e tjera të kontrollit të territorit, pa lënë që situata të avancojë deri tek nevoja për ndërhyrjen e zjarfikësve.